Historia e Shqipërisë është e mbushur me figura të jashtëzakonshme, por ndonjëherë heronjtë bin nga vendet më të largëta dhe më të papritura. Në vitin 1908, një çift amerikanë zbret në një vend të vogël ballkanik, mes luftrash, intrigash dhe dhune. Ata nuk vinë si turistë, as si misionar të zakonshëm. Ata vinë për të luftuar, për të mbrojtur, për të dokumentuar të vërtetën. Ky është rrëfimi i Phineas dhe Violeta Kennedy, amerikanëve që ja kushtuan jetën Shqipërisë dhe që pas vitit 1945 u shpallën armiq dhe u zhdukën nga librat e historisë, por jo nga e vërteta. Në vitin 1908, Shqipëria ishte në një nga periudhat më të trazuar. Perandoria osmane po shëmbej. Ballkani po zihente nga konfliktet etnike dhe fuqitë e mëdha po ndanin territoret sipas interesave të tyre. Pikërisht në këtë kohë, bërin Phineas dhe Violeta Kennedy. Ata nuk erdhën për pak kohë. Ata vendosën të jetonin në Shqipëri për më shumë se 30 vjet, duke u përfshirë në çdo moment të rëndësishëm të historisë shqiptare, në fillim shekullit të 20. Çifti Kennedy ishte i lidhur me figura të rëndësishme shqiptare që nga rini. Veçanërisht Violeta, e cila ishte shoqe klase e Sevatsi Qiriazit në manastir, një nga gratë më të shquara të rilindjes kombëtare. Kjo lidhje do t'i fuste thellë në lëvizjet patriotike shqiptare. Ata nuk ishin thjesht vëzhgues, por bën mbrojtës të shqiptarëve. Pasi nisën jetën e tyre në jug të Shqipërisë, ata pan nga afër padrejtësitë, dhunën dhe shtypjen që i kanosej popullsisë shqiptare. Jo i shtyu të ndërhyrjen, jo thjesht si vëzhgues, por si mbrojtës aktiv. Historianët që studiojnë sot përshkruajnë si ëngjël mbrojtës të shqiptarëve. Ata raportuan mizoritë kundër shqiptarëve, sidomos në jug. Tensionet me forcat greke ishin të forta. Dëshmitë tregojnë se çifti Kennedy shpesh vendosnin veten në rrezik për të mbrojtur popullsinë e thjeshtë. Në një raport të vitit 1913, Phineas Kennedy i shkruan ministrit të jashtëm britanik, duke paralajmëruar për dhunën ndaj shqiptarëve dhe rrezikun e coptimit të territorit. Ata nuk ishin diplomat të diplomuar, nuk ishin luftëtar profesionistë. Ata ishin thjesht njerëz, por me zemër të madhe dhe me ndjenjë të drejtësisë. Në fillim të shekullit të 20, Shqipëria kalon disa momente që rrezikojnë ekzistencën e saj. Kennedy janë aty për të dëshmuar gjithçka. Gjatë vitit 1913, kufitë e Shqipërisë po ndaheshin nga fuqitë e mëdha. Ata shkruajnë disa nga letrat më të rëndësishme të kohës, duke denoncuar coptimin e territoreve shqiptare dhe duke paralajmëruar se shqiptarët po lihen të pambrojtur ndaj dhunës. Ata u dërgojnë letra Londrës, Parisit, Washingtonit, Athinës, Vienës. Këto letra denonconin politikën e ndarjes së trojave shqiptare dhe kërkonin mbrojtje ndërkombëtare për popullin shqiptar. Kennedy nuk kishin asnjë interes personal. Ata fituan armiq, kërcënuan nga grupe ekstremiste, por su tërhoqën. Një nga aspektet më të errëta të historisë u dokumentua prej tyre: sulmet greke ndaj popullsisë shqiptare në jug. Burimet moderne tregojnë se ata përshkruan masakrat, djegjet, zhdukjet dhe dhunën e ushtruar ndaj civilëve shqiptarë, duke i paraqitur raportet tek diplomacia e huaj, të shpëtuar shqiptarët nga gjenocidi kulturor dhe fizik. Kennedy denoncuan publikisht mashtrimet diplomatike, dhunën ndaj popullsisë dhe përpjekjet për të asimiluar zonat shqipfolëse. Pikërisht për këtë arsye, ndër vite,
ata u sulmuan nga grupe ekstremiste greke, që i shihnin si pengesë. Megjithatë, çifti amerikan nuk u tërhoq. Ata vazhduan të shkruanin letra dhe raporte, duke i dërguar në çdo kancelari perëndimor. Çifti Kennedy nuk ishin vetëm aktivist politik. Ata u bën pjesë e komunitetit lokal. Ata jetuan mes shqiptarëve, mësuan gjuhën, ndanë zakone, jetuan si shqiptarë, u integruan në kulturë. Historianët kujtojnë se familjet shqiptare i trajtonin si të tyre. Dëshmitarët asaj kohe përshkruajnë si njerëz që qanin me shqiptarët, gëzoheshin me shqiptarët dhe rrezikonin jetën për ta. Violeta Kennedy ishte veçanërisht e dashur për komunitetin. Ajo njihej për ndihmën ndaj fëmijëve, shkollimin e vajzave, lidhjen e saj me familjet e njohura shqiptare. Ndërsa Phineasi ishte më i angazhuar në raportet ndërkombëtare. Pas ardhjes së regjimit komunist në Shqipëri, çdo lidhje me amerikanët konsideruar armiqësi. Edhe pse çifti Kennedy shërbyen popullit shqiptar me sakrificë, por më shumë se 3 dekada, regjimi i ri i shpalli si element të padëshiruar dhe u zhduk çdo gjurmë e tyre. Dokumentet e tyre hoqën nga arkivat. Emrat u zhdukën nga tekstet. Historia u hesht qëllimisht.